Orse Gjorgjevski zgjidhjen e problemeve po e mat me orë. Kryetari i qytetit të Shkupit Orse Gjorgjevski thotë se për më pak se 48 orë nga marrja e mandatit të tij, arriti marrëveshje me transportuesit privat. Ai bëri me dije se janë marrë vesh për nënshkrimin e licencave për transportuesit privat dhe nga e hëna edhe 55 autobus do të vihen në qarkullim të transportit publik. Por edhe 20 të tjerë thotë se do të vihen në funksion deri në vitin e ri. Deri në vitin e ri, nga ajo që jam informuar nga transportuesit privat, do të shtohen edhe së paku 20 autobus, që do të thotë se do të normalizohet plotësisht transporti i qytetit diku në muajin mars, në koordinim me qeverinë, priset të arrijnë edhe 80 autobus të rinj. Por vetëm një orë më herët, kryetari i ri i kryeqytetit tha se nga sot do të funksionojnë 60 autobus të ri dhe jo 55. Nga sot do të vihen në funksion 60 autobus privat. E transportuesit zotohen se do të respektojnë orare dhe se do të arrijnë sakt në kohë, ashtu si shkruan në tabelan informative në për stacione autobusash. Në periudhën e vijim do të punojmë edhe në ndryshimin e orareve të autobuseve dhe në të gjitha projektet që janë pjesë e transportit publik që të përgjigje nevojave të qytetarëve dhe për kohë të shkurtër orari do të respektohet dhe qytetarët nuk do të presin, siç shkruan në tabelat informative, ashtu do të arrijnë autobusët. Borxhi aktual ndaj tyre, siç bën me dije ai, është rreth 170 milion denar, ndërsa Gjorgjevski u shpreh se nga java e ardhshme do të merren vesh për afatet e pagesës së borxhit të tyre.